Sali Berisha u paraqit në mëngjes në SPAK për masën e sigurisë, duke nisur edhe muajin dhjetor si i pandehur. Si çdo muaj në 14 të fundit, doktori doli e turfulloi ndaj Altin Dumanit dhe nuk është sinjë lam të mirë për drejtuesin largim. Dumani largohet nga drejtimi i SPAK, por jo nga hetimi 21 janarit dhe dëshmia vullnetare e Ilir Metës të paktën nuk duket se ja ka shtuar qetësinë. Cilat gjëra din Ilir Meta më shumë se ç'di unë mund të di, sepse çdo njeri ka dhe është normale, sepse ju e dini që ajo ngjarje ka në bazë falsifikimin, dhe aty fillon falsifikimin, manipulimin e një regjistrimi të ish-ministrit të ndjerit Dritan Prifti, i cili për hir vërtetës mendoj se do mund të më bënte presion, po unë i thash, sa të dalish nga dera ime bëje publike, ky jam unë, s'mund marrë kushpeng muz, po se erdhi jo, kam ikë shka, po. Kështu që Ilir Meta mund të ketë gjëra për të sqaruar më shumë se sa unë në këtë drejtim. Duket se nuk ka akoma shumë informacion për Metën. Me më shumë qetësi ama, pret ndryshimet në 2 ligjet e reformës në drejtësi, që po propozon Rama. Koincidon që janë ndryshime në statusin e prokurorëve. Raca të cilën doktori e sheh me shumë skepticizëm në 15 muajt apo edhe 15 vitet e fundit, që kur ata i dolën përballë për dosjen Partizani apo pas 21 janarit. Rama diçka kërkon të ndryshoj, por doktori nuk është ende gati, sepse me sa duket, marrëveshja nuk është pjekur ende, rëndësi ka që nuk do të votoj kundër. Jo, ne nuk marrim pjesë në asnjë ndërhyrje në ligjet e reformës drejtësisë. Nuk marrim pjesë. Ne i kemi shprehur qëndrimet tona, ata duhen të hapin shtegun, se ju e dini që ata kanë përgatit kodin penal, nga i cili kanë hequr shpërdorimin e detyrës, pra ne nuk kemi asgjë të përbashkët me propozimet e tyre për ligjet për drejtësinë. Jo, ti bëjnë vetë ata, i kanë votat.